ajo çfarë e kemi parë vazhdimisht ka qenë se lëvizja vendosje mund të ketë marrëveshje me nismën socialdemokrate me të cilët është takuar vazhdimisht, gjithashtu edhe me disa deputet nga radhët e partive opozitare, por që sot nuk doli kjo. Ajo çfarë vlen të theksohet është që e pam se edhe ato deklarata të cilat kanë qenë më herët, se lëvizja vetëvendosje ka marrëveshje me listën serbe, një gjë e tillë nuk ndodhi. Fatmirësisht, vendi ynë sot gëzon një metodë ndryshe të bërjes politike. Nuk kemi nevojë apo nuk kemi më situata në të cilën jemi mësuar të shohim më herët kur janë pritur pjesëtarë të listës serbe për të ardhur për ta votuar qeverinë e Republikës Kosovës. Dhe sot jo vetëm që është degraduar lista serbe në këtë formë, por është degraduar edhe tek mos ndikimi i saj në institucionet e Republikës së Kosovës, dhe unë e shoh si një hap shumë pozitiv për vendin tonë, ndonse ka fituar disa nga komunat në fakt me shumicë serbe të cilat janë në zgjedhjet e fundit të 12 tetorit, por që e mira është që lista serbe ka mbetur jashtë lojës për të bërë pjesë e institucioneve tona qendrore.